Habit ekspertia si të bini në gjumë në vetëm 1 minutë. Nëse ndjeni në stres dhe nuk mund të flini, kjo gjë ndikon shumë keq në jetën tuaj të përditshme. Gjumi i mirë është cilësi i shëndetit të mirë të trupit të njeriut. Një instruktore jogas ka treguar për ne metodën 4-7-8, e cila sipas saj është shumë efikase dhe me të ju mund të bini në gjumë për 1 minutë të vetëm. E gjitha çfarë juve do t'ju duhet të bëni është që të merrni frymë me anë të hundës për të paktën 4 sekonda. Më pas, të mbani frymën tuaj për 7 sekonda dhe ta lëshoni frymën ngadalë me anë të gojës tuaj për 8 sekonda. Kjo mund të duket dhe të tingëllojë si një ide e çmendur, por në fakt, sipas ekspertëve dhe njerëzve të cilët e kanë provuar, ka efekte befasuese për shëndetin dhe gjumin tuaj.